Këta janë individ që kanë dalë dhe në taksirat kanë fitu që shtojnë. Kjo është në mënyrë aksidentale. Edhe tash ti kini president aksidentale, ti kje kreti ki që shtu këto. Ka mënyrë aksidentale. Edhe në Mitrovice kini njeri që ta që me kontribule dhe kësë shkanë dikun tjetëri kontribule. Ata që shku nga Mario Koft. Shpetin Vulliqi aksidentalisht ta mu 2 herë po dujevën si pas tje. Kush? Shpetin Vulliqi. Që gjithmonë herën e parë merr aksidentalisht, për shkak të turmave, herën e dytë kur e ki pushtetin pak ma lehtë fiton. Po pikërisht, domethënë kur ta ki pushtetin pak ma lehtë. Kjo është analizë mirë. I ki herën e dytë, herën e tretë, e katërt shkojnë të Rom. Duhem i kështu që fush Kosovën që kanë marrë. Se ti thunë nuk e kanë pas pushtetin kur. Është fakt që prej luftës se ne e kanë pas fush Kosovën gjithmonë LDK-ja. Po foli për komunë. Ta ka marrë një njeri i cili ka punësu njerëz përmes kekut, përmes kecit, përmes atje që ka i kanë nobili që ka po digjohën e këtë, se ti ku të shti 200-300 vetë në punë për fushatës, ato 200-300 vetë bua 1500-600 vota. Ka 2 vota. Ti po dhe me thonë që Biliqin e ka hupë Gjafa veç që shku në LDK. Jo, ka hupë veç për qila. Nuk është që e ka hupë. Qeveria ja ka fitu komunën, edhe Biliqin edhe poshtë Kosovës, sepse kanë investu në punësimet njerëzve, ata dijet. Qysh pa, Gjafa ka qenë kryetar, ata kanë pusu